Ti që kemi për një mësues, për një mjek, po gjithsesi nuk quhet për llogaritja është shumë e ftohtë. Po. Dhe aty si thua është formulë matematikore. Po, nuk ndihen mirë njerëzit. Tek për llogaritjet që janë ekspert të mirë, duhet si thua t'i japim Cezarit atë që është vetja, që është Instituti i Sigurimeve Shoqërore, është një drejtues që ka që në kod PD-s, domethënë nuk e di 2 dekada gjysmë i ka bërë, si thua ai aty, dhe ka disa specialistë të mirë dhe rrallë herë gabojnë. Qëllon, gabimi njerëzor është, por ama nuk ta hanë hakun në këtë kuptim. Haku ku është ngrënë pensionistëve? Dhe këtu është edhe ankesa e të drejtë e zonjës. Në rast se ke patur pjesën më të madhe të viteve të kontributeve, para 1994, pra ata që janë të shtyrë në moshë, le të themi që sot janë 80 vjeç e sipër, atëherë kur ke dalë në pension, ka kapur një koeficient më i ulët. Dhe edhe pse ti apo zonja apo kushdo e ka plotësuar, si thua, po merr pension të plot, tani që flasim, për shkak të këtij ndryshimi të koeficientit, sepse ndodhi ndryshimi edhe i pagave pas 1994-s, ai që del tani në pension, edhe pse mund mos i ketë vitet e plota që ka zonja, merr më shumë. Dhe kjo është padrejtësi. Padrejtësi e mirëfillt. Po u bë ky ndryshim koeficienti sepse edhe rrogat për periudhën pas 94-s me ekonominë e tregut filluan të shtohen ndjeshëm. Dhe kurse si nuk mund të thuash që ke punuar 20 vite para 94-s, 80 deri në 94, 14 vite, 15 vite, dhe 10 vite të tjera e ke me pension të pjesshëm. E ke pas 94-s, por ama kontributi që ti ke dhënë me rrogat e reja, se leku po ai është, nuk është se ka ndryshuar. Është me herë më i lartë se sa rroga që ke patur përpara. Zonja dhe gjithë ata që kanë këtë, si thua, fatkeqësinë ta quajmë kështu, që pjesën më të madhe të viteve të kontributeve i kanë para 94-s, po, ata janë padrejtësisht të... Si mund ta zgjidhi? Po më thoshte dje një tjetër pensionist, të cilin e takova rastisht dhe diskutuan për çështje të ndryshme, dhe po fliste për pensionin. I mungonin, dhe dua të jap një përgjigje nëpërmjet teje gjithmonë. Patjetër. I mungonin diku nuk ja gjenin ose nuk ja quanin. Po, nuk ja kishin diku të 7 ose 8 vite, por tha unë i kam në Librez. Po. Si bëhet? Ishte në Pogrades, në Linë më konkretisht. Bajramin e përshëndes. E përshëndes në unë zotin Bajram. Zoti Bajram me një herë kontakto, po duhesh përmes arbrit të kaloj edhe numrin e celularit të këtij zotrisë që sapo e përmenda, që është drejtori i përgjithshëm i Institutit Sigurimeve Shoqërore, është njëri shumë i mirë, quhet Astrid Ado, dhe thuaj zoti Ado, edhe përmes televizionit, programit të zotit Arbër, unë kam të vërtetuara në Libreza. Libreza është dokument. Libreza është dokument. Libreza është dokument, edhe vlen, si thua, dokument ligjor. Dhe ti thot, kam 7-8 vite, që edhe pse i kam Librez, nuk mi njeh për llogaritja e pensionit nga në ekspertëve tuaj. O është bërë në gabim, o unë me këtë dokument që kam të drejtë t'ju hedh në gjyq juve si Instituti Sigurimeve Shoqërore. Aty është zgjidhja, nga aty merr zgjidhje përfundimtare gjë. Jam i bindur që do marrë zgjidhje përfundimtare. Zotëri i nderuar, me zotin Arbër lidhu, unë menjëherë doja kaloj sa të mbaroj emisioni. Numrin e celularit. E kam zotit Ado. Po, të zotit Ado, zoti Ado përgjigjet. Është shumë i hapur, po, shumë i hapur, me media pozitive. Gjeni të drejtin tuaj sepse ju keni një dokument ligjor. Çoçoli, po diferenca mes pensionit të fshatit, pensionit të qytetit ose pensionit rural, si është? Atëherë janë dy gjëra që si thuan han debat, dashur Arbër. E para, në fshat kosto është më e ulët. Po. Sepse fshatari ka lopën, merr qumshin, merr gjalpin, merr djathtin. Por dhe ndoshta kontributi ka qenë më i ulët, po flasim në... Kështu që 100.000 lekë të vjetra pension rural të sotëm, nuk janë as baraz me 200.000 në qytet. Aq më tepër në zonat urbane. Në këtë kuptim, pensioni rural duhet rritur, por ama urgjenca e vërtet është për pensionet e ulta të qytetit. Ndalemi pak. Sidomos të qyteteve të mëdha. E hapa me qëllim këtë çështje. Të lutem. Sa janë pensionet në qytet? Sa variojnë? Ti thënë të 200.000 veta që kanë një pension të lartë, mbi 400.000 lekë të vjetra. Po. Pra 521.000 janë në 200.000. Po. Nga këta rreth 300.000 janë në fshat, sepse kemi gati ende 35% popullsisë që kemi atje.
dhe 230-240.000 janë banor të qyteteve tona, pensionistë, që marrin një pension 200 deri në 300 apo edhe më të vogël se 200.000, se ka edhe pensione si thua me ku kanë shumë pak kontribute. Ata edhe mund të ketë punuar, por në zezë ose në, domethënë, jo me kontrata të rregullta pune dhe e kanë këtë problem. Pra, mund të kenë punuar jo në zezë, të themi në gri. Po. Kanë marrë rroga, janë ngrohur në atë moment se kanë thënë s'po paguaj sigurime shoqërore. Në fakt ai pronar që i kanë mbajtur gri, pjesa më e madhe e kontributit duhet ishte atij që duhet ta derte për sigurimin shoqërore dhe praktikisht i ka dëmtuar pronari privat që e ka bërë këtë lojë. Kështu që janë rreth 240.000. Këta po kanë nevojë të menjëhershme të ndihmohen. Dhe këtu është ai morali i ndarjes së shtesës mujore që marrin sot. Pra, për pensionet vogla nga 100.000 të vjetra deri në 200.000 nuk janë pak, mund të jenë edhe 120-130.000 vetë. Mundet me styre të jenë edhe krye familjar, që është akoma dhe më problematike. Sepse ne e dim që baballarët, nënat tona që janë pensionistë i mbajnë fëmijët e tyre. Ama jo të gjithë. Pra, ke ende pensionistë, sidomos krye familjar, me këto pensionet vogla arbër, që janë në kushtet gati të varfërisë. Për të mos folur pastaj që e kanë të domosdoshme që një pjesë të parave të pensionit ti përdorin për ka kjo shtresë e pensionistëve Çoçoli, pra drita, ujë apo jo? Pra, kur janë krye familjar, po, sepse shteti subvencionon. Në rast se ti ke faturën e dritës, të themi në nivelin 30.000 lekë vjetra, se edhe nuk e se shpenzojnë shumë. Po, e vërtet është. Atëherë, po, 16.000 lekë jep subvencionimi dhe ti paguan diçka më pak se gjysma. Por ama prap, ata janë në kushtet e varfërisë praktikisht. Janë në kushtet e varfërisë, sepse detyrohen të racionojnë ushqimet, nuk e njohin ndoshta dhe mishin, nuk e njohin peshkun jo e jo, dhe nuk është mirë, nuk është dinjitoze. Në këtë kuptim, kjo qeveri që kemi sot mbi krye ka menduar që nga këto 104 milion euro që po i jep çdo muaj, të përjashtoj këta 70.000, 40.000 që janë 400.000 më sipër, i ka bërë të pa kënaqur të gjithë, sepse gjithkush e ka që shiko nuk mu realizuar kjo, mungesa informacionit është shumë e madhe, dhe kjo krijon një, si thua, ndjesi që të ka mashtruar që nuk është e vërtet, sepse të thash 8-10 pensionistë marrin një shtesë, sa do të vogla ma e marrin, dhe 8-10 janë të pakënaqur, sikur i ka mashtruar. Kjo është ajo gjëma që të bën mungesa e transparencës. Mungesa e informacionit, se transparent edhe mund të duan të jenë, po se kanë thënë tamam. Është informacion. Se kanë thënë tamam dhe ta 720.000 kanë menduar, ore mua do të vi shtesë. Do të vi të gjithë. Çoçoli, një pyetje dhe e thjeshtë. Të lutem. E has shumë nga pensionistët kur diskutoj me ta edhe prindrit e mi. Një kosto e 1 kilometër rrugë shkon 30 milion. Të mos shkoj atje, po të rriten pensione, thonë të jenë pensione dinjitoze. Mund të bëhet një rritje dinjitoze në pensioneve, apo ekonomia nuk funksionon kështu? Merë atje ço këtu, hiq atje vi këtu. Për fat keq ekonomia nuk funksionon kështu. Ta serëm pak dhe këtë pjesë. Sepse neve tani që flasim e kemi diku ke 1 miliard e 100 milion pjesën e investimeve kapitale, pjesa kryesore në rrugë shkon. Po tashti ne dim që sot edhe pensionisti, qofse është pronar i shtëpisë, nuk ja ka bërë djalit apo vajzës, po e ka mbajtur vetë, për shkak të rrugëve, për shkak të gjithë infrastrukturës, për shkak të turizmit, përse jo, metri katror i shtëpisë vetë, edhe po ta ketë të 92-shit, pra që me privatizimin. Edhe po ta ketë apartamentet kosë që thonë të diktatorit. Sërisht, metri katror atje mund të ketë qenë 50 euro, ka shkuar 150 euro metri katror. Kështu që një farë, si thua, vlerësimi e ka për shkak të këtyre rrugëve që kanë sjellë të turizëm sot. Kështu që kështu bëhet lidhja. Dhe këto 1 miliard e 100 milion na duhen në mënyrë që të rrisin vlerën e shtuar për industrinë numër 1 të vendit që është turizmi. Duam s'duam. Turizmi nuk të bën të pasur, ama sot sipas Bankës së Shqipërisë dhe gjykoj që është institucion serioz. Absolutisht, nuk ka diskutim fare. Sinqerisht. Arbër 5.5 miliard, s'ti ka dhënë ndonjëherë as ndërtimi. E
edhe në kohën e tij më shpërthyese. Ndërtimi është aty, është me 3.7 miliard. 5.5 të jetë turizmi sot. Atëherë çfarë do të bësh ti? Duhet të bësh të rrugë të rire? Po e ke domosdoshme, sepse sa më shumë rrugë të bësh, aq më shumë turist do kesh mundësi të mbash. Sa më shumë turist mbash, aq më shumë familjet shqiptare do të mund të të përfitojnë. Të përfitojnë se edhe tek pensionisti edhe ai mbas edhe është rregulluar i shkreti, edhe duke qenë krye familjar. E ka patur 2 dhoma i kuzhinë, një dhomë mund ta ketë dhënë me qira me Airbnb. Pra, është një lidhje shkak pas